أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë si çdo herë Allahun e lartësuam, çojmë selavate për pejgamberin tonë të bekuar sallallahu alaihi wasallam. Pastaj lutemi edhe për familjen e tij, shokët e tij dhe për këtë musliman dhe muslimanët të gjallës së të vdekur dhe për ata që do të vinë pas nesh deri në ditën e Kiametit. Me ndihmën e Allahut e kemi kry kapitullin e parë të Riyadus Salihin. Edhe Imami na i sjelli 12 hadithe, gjithë secili më i bukur se sa tjetri në lidhje me sinqeritetin. Edhe sikur se na tha, kjo është baza e burrave të mirë. Por ata që dojnë me kanë të devotshëm, kushti i parë, themeli është qenurit i sinqert. Tash kapitulli 2 që Imami na e përmend edhe e vazhdon librin e tij është Babut Tauba. Kapitulli që flet për pendimin ose tauben. Sikur Imami po na thotë që ta burrat e mirë që na pusinojna me u bë, edhe ky xheneti që ka kupshti i të devotshëm, nuk është që jenë të pagabushëm. Po na thotë jenë të sinqert. Edhe ka më njëherë kapitulli 2, sikur po na sinjalizon, po thotë këta nuk është jenë melek, se këta kanë me bë gabime. Mirë po, këta i bin kadera Taubës. Babu Taube, me përkthye bukfal, i bjen bash dera e pendimit. Nëse bab është derë, mirë po përkthehet edhe si kapitull. Sikur po na thot, njerëzit që ja kanë mësy xhenetit nuk janë të pagabushëm. Këta kanë me bë gabime, mirë po këta i bin kadera e pendimit. Andaj Imami, sikur se kemi përmend në dersin e parë, ka shumë pak fjalë të tij në këtë libër. Ma shumë veç hadithin e përmend, edhe ai tani këto tjerat na i lën neve që vim pas tij. Mirë po në këtë kapitull e ka vendos me i fol pak një 2-3 fjalë të tija, shumë shkurt. Thotë Imami, Allahu mëshiroft. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Thotë Imami, kanë thënë dietarët. Subhanallah, nuk thot kam thon unë. Nuk e cilësën si fjalë të vetën, po thot qëre, ulemaja kanë thonë. Kjo të regon edhe modestinë e madhe që ka pat Imam Nevevi, Allahu mëshiroft. Thot kanë thonë ulemaja, dietarët, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Pendimi është obligim për çdo gjunah. Të penduarit për çdo gjunah është obligim. At-taubatu wajibatun. Është obligim i gjithë secilit për atyre që dojnë me kanë të devotshëm me u pendu. Na jemi njerëz edhe si bijtë e Ademit e kemi trashëguar prej babës tonë mundësinë e të gabuarit. Gabojmë edhe na, qysh ka gabuar edhe baba jon Ademi alayhis salam. Mirë po, sikur se kemi përmendur në serinë e kaluar, nuk ka të keqe me përsërit, Ademi edhe Iblisi të dy kanë qenë gjunahçara, po. Ademi e ka kundërshtuar urdhrin e Zotit duke ngrënë pemën e ndaluar. Iblisi edhe ky e ka kundërshtuar urdhrin e Zotit duke mos i rënë në sejdë Ademit. Të dytë kanë bërë gjunah. Mirë, Iblisi është i mallkuar edhe i dalën për rahmetit të Zotit. Ka me qenë në zjarr të xhehenemit përgjithmonë. Ademi është pejgamber. I ka ardhur vahje. Është baba i njerëzimit që ka me kanë në xhenet, edhe ka me kanë në xhenetet e Zotit. Kur e bani dallimin mes Ademit edhe Iblisit, e bani që ky kapitull që Imami po na përmend në libër. E bani Taubeja. Taubeja po ndaj ka të devotshmin për jo të devotshmit. Taubeja ka ai që e bën dallimin për burrit të mirë edhe të ligut. Jo të bërit gjuna. Se të bërit gjuna ka cilësi edhe Ademit edhe Iblisit. Po Iblisi kur e bani gjunahun, që ata po thot Imami, Taubeja është vajib, obligim, gjithë secili prej neve. Kur nalme dhe i kujtojmë, do gjunahe që i kemi në raport me Zotin, e kemi për obligim, tash këto momente më pendu.
lejti arsyetimet, lejti rrethanat, se njerëzit pak më dhon hapësira me fol, ata din me të arsyetu veten. Mirë po që ky arsyetim është shumë ai rrezikshëm ka njëherë se sa gjunaha. Shiko ti iblisin, kur e bani gjunahën, edhe nuk e ran sejdë Ademit, Allahu e pyeti, pse ti nuk po i bën sejdë bashkë me melajket? Filloi këtë arsyetime. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tha o Zot, unë jam më i mirë se ky. Mua më krijove prej zjarrit, ndërsa ata e krijove prej dhejut. Këtë është arsyetimi. Këtë e ka fitu mallkimin edhe hidhrimin e Zotit. Mirë, kthehemi te baba jon tek Adem alayhis salam. Kur bani gjunahën, çka tha? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ademi dhe Hava than, o Allah, na I kemi bë zullum vetes tonë. Nëse ti nuk na fal, edhe nëse ti nuk na mëshiron, na u shkatrum. Këto e bën domthon pendimi, dallimin e madh mes Ademit edhe Iblisit. Andaj imami po thot taubeja është vajib. Mirë po nuk po nalet vetëm me kaq. Thot fa in kanat al ma'siyatu bayna al 'abdi wa bayna Allahi la tata'allaqu bi haqqi adami falaha thalathatu shurut. Nëse mëkati ka të bëj mes robit edhe Allahut, jo mes një Ademi, jo mes një njeriu, po ka të bëj vetëm mes robit edhe me Zotit të tij, për qenë taubeja e pranume, I ka 3 kushte. Se tani edhe këtë I dim njerëzit të thonë ju më pendu tek Zoti. Mirë po jo çdo pendim është I pranuar. 3 kushte janë mes pendimit të robit edhe Zotit të tij, pa të cilat pendimi nuk është I saktë. Thotë ahaduha an yuqli'a anil ma'siyah. Kushti I parë që I obligohet njeriu kur vendos për pendim është me lanë gjunahën me njëherë. E ke vendosur me u pendu prej një gjunahu të caktuar. Kushti I parë që do të më janis me të pendimit është me ndërprej gjunahën. Nga se ti sa dush mundesh me thonë po pendohna, mirë po ti hala me 2 kam në gjunah, pendimi nuk është I sinqert. Andaj imami po thotë kushti I parë është me lanë gjunahën me njëherë. Edhe subhanallah, kjo është cilësia të devotshmëve. Të devotshmit bajnë gjunahe, mirë po për dallim për këtyre të humbërve, të devijuarve, këta nuk qëndrojnë në gjunah. Çka thot Allahu për të devotshmit në surën A'raf? Thot Allahu I lartësuar, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ata që janë të devotshëm, innal ladhina taqaw, ata që janë të devotshëm, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, kur t'i prek një iluzion prej shejtanit, tadhakkaru, dalën pak edhe kujtohen. Fa idha hum mubsirun, atëherë I kthjellohet shikimi tyre. Subhanallah, Allahu edhe po I qunë të devotshëm, ama po thotë edhe këta I prek diçka prej shejtanit, se janë njerëz. Edhe këta kam I godit diçka prej kurthave të shejtanit mallkum, qysh e ka godit babën e tyre në Ademin. Kjo është shumë normale. Mirë po, çaja që ka bën mas gjunahut, e bën diferencën mes një të devotshmit edhe mes një të humbërit. Po thot kur I prek shejtani me diçka, me ndonjë iluzion, tadhakkarun, dalën pak edhe mendohen. Fa idha hum mubsirun, edhe I kthjellohet shikimi I tyre. Çfarë merr vesh çau kanë të bëjnë. Ndërsa ajeti në vijim thot wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuksirun. Ndërsa vëllezërit e shejtanit janë ata që nuk ndalen prej gjunahut, edhe janë ata që nuk ndahen prej shejtanit. Ai vazhdon halate. Kështu që kushti I parë që na përmend imami është kur të godet shejtani, ndalet edhe kujtohet pak. Nga se kurtha e shejtanit nuk zgat përgjithmonë. Inna kejde shejtani kana dhaifa. Kurtha e shejtanit, thot Allah, është e dopt. Mundet për një moment, mundet shejtani me ndiku edhe tek njeriu. Ama s'mundet me ndiku në 24 orë. Nuk mundet me ndiku 7 ditë të javës. Nuk mundet me ndiku në 365 ditë e vitit.
Tani këtë nuk është problemi i shejtanit. Këtë është problemi i nefsit. Këtë tani nuk është problemi i shejtanit. Shejtani mund të marrë për një çast, e veç kur e sheh veten që të ka shpinë në gjunat, ka dërguar mëkat. Ama gjatë tërë ditës, ama gjatë tërë vitit, gjatë tërë jetës, këtë tani nuk është problemi i shejtanit. Thot Allahu kur tha shejtanit është e dopt, ai është taifun, një prekje. Mundet për moment me të prek me diçka për kurthave të tij. Andaj kushti i parë është pra me lanë gjunahun me njëherë. Dhe subhanallah, Allahu na ka mbush Kur'anin me shembuj të këtyre pendimeve. E na shkurtimisht kemi përmend vetë shembullin e pendimit të magjistarëve të faraonit. Thuhet numri i tyre kanë qenë 3000. Thuhet numri i tyre kanë qenë 30.000. Magjistar që faraoni ka mbledh për këtë Egjiptit dhe i ka tubu në pallatin e tij. Thot, ata ishin kulmin e devijimit, sa që i kanë thënë faraonit: "Wa jaa as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Thot, i kanë thënë faraonit: "A kemë na pagu nëse na sot ta mujna Musën edhe Harunin?" Me na pagu si mirë, se për çata jemi ardhur. Edhe faraoni thot, "Jo që kemi ju pagu, po keni me kanë edhe për të afërmit mi." Mirë, kur i qesin ata shkupin, edhe e shohin hakun, edhe e shohin që shkupi Musës nuk është magji. Ai është shndru një gjarpën të, thot Allah, thu'banu mubin, gjarpën i qartë. Ka lëviz, sa që thuhet për herën e parë kur e ka pa faraoni, 40 ditë nuk ka mujt me ju ndal barkëqitja e tij për frikës së madhe. Thu'banu mubin, gjarpën i vërtet, nuk u kanë loja të magjie. Tash magjistarët kur e kanë pa që kjo s'ka kanë magjie, kanë pa hakun, thot Allahu i lartësuam: "Wa ulqiya as-saharatu sajidin." Të 30.000 magjistarët ranë në sejdë. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Than, po i besojmë Zotit e botrave, Zotit Musës dhe të Harunit. Kushti i parë, ata s'kishin ujt me thonë po pendohemi e po rrina halon magji. Nuk kishin ujt me thonë po e besoj Musën, a krina me konë në krah me faraonin. Kur të vendos që më mu pendu, kushti i parë, pa cilin nuk pranohet të ubeja, do të mu të rjek për që atyshit ku je kanë. Me lanë me katin. Kushti i dytë, thët imami, wa thani an yandama ala fi'liha. Tash e la gjunahun po. Kushti i dytë, me një nedem, keq ardhje. Me ira pishmon për ata që ka ba. Ka njerë plët njerës e lajnë gjunahun, hjekin dorë për ti, por nuk nihen keq për ata që ka ba. Nuk është shpendim. Madje, Abdullah ibn Mas'ud, Allahu mëshiroft, thot, e nedem e tëube. Keqardhja gati, keq keqardhja është pendim. S'munët marrë dhejt e pendimi, pa një vetën keq për ata se çka ke ba. Këta kanë ba dhe magjistarët e faraonit. Andaj i kanë thonë Musës, kur e kanë ba doan, asa rabbuna an yaghfir lana. Po shpresojnë se Allahu ka me na fal për çka kena ba na sehrin në të kaluar. I kanë ra pishmon për punën e sehrit. Nga se e kanë plotësuar edhe kushtin e dytë. Madje kur i kërcën faraoni, thot ku më jau prej durt, e ku më jau prej kamt, edhe ku më ju krytzu, përgjigjja atyre është madhështore. Thot Allah në Kur'an, qalu la dajr, inna ila rabbina munqalibun. Nuk ka hiç rëndësi çka bën ti. I kanë thënë faraonit. La dajr i bjen s'bonajnin hiç. Inna ila rabbina munqalibun. Na tek Zoti jon jena kthy. Çka të ubeja. Na Zoti ton ju kemi kthy. Çka thot vazhdim? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwal al-mu'minin. Madje po shpresojmë që kemi me kanë këgja në al-xhenet, ka me na fal Zoti, pse jemi besimtarët e parë që i po i besojnë Musës edhe Harunit. Edhe kushtin e dytë, këta e kanë plotësuar. Kushti i tretë që e përmendin dietarët është mos të kthehet, të vendos që mos të kthehet më në gjuna. Kushti i parë ka me ndërprej gjunahun, kushti i dytë me ardh keq, kushti i tretë, ky do të më bën jetë që mos më u kthy gjunahet. Me vendos bindshëm mos kthimin në gjuna.
Këto 3 kushte të nderuar vëllezër vlen në raport mes teubes së njeriut edhe Zotit të tij. Nëse kena të bëjmë me një gjunah që është në raport me vëllain ton ose me ndonjë njeri, shtohet që ty në 3 kushte, i shtohet edhe një kusht tjetër, e që është me ja kthy hakun ose halali. Ti më është me plotsu 3 kushtet në raport me vëllain ton musliman, mirë po nuk ta ka bë halal ose nuk e ke kthy hakun, pendimi nuk është i pranuar. Nga se në këtë rast kushtohet vëllaut me ta bë halal ose ti me ja kthy hakun atij. Hadithi i parë që na përmend Imami në këtë kapitull, e që 2 hadithet, edhe i 13 edhe i 14, janë thuajse të ngjashëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawm akthara min 70 marra. Çka po thot njeriu më i devotshëm që ka në fytyrën e tokës. Çaj që ka fat mas pak të gjunahe. Çaj që është shembull edhe është rahmet. Edhe çaj që Allahu emrin e tij e ka shkruar me dorën e tij mbi arshin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi. Pasha Allahun, unë bi istighfar, kërkoj falje tek Zoti, edhe kthena tek ai në pendim në një ditë vetme më shumë se sa 70 herë. Pra them astaghfirullah wa atubu ilayhi në një ditë vetme më shumë se sa 70 herë. Subhanallah, kush çaj njeri që ka pat gjunahe mas pakti pej njerëzve. Ose hadithi 14, pejgamberi sa në këtë transmetim nuk e lën vetë si informat, po tash edhe po i mëson shokëve të tij. Po thot ja ayuhan nas, tubu ila Allah. O ju njerëz, pendoheni tek Allahu, se edhe unë pendohena tek Allahu, thot në këtë transmetim, ma shumë se sa 100 herë në ditë. Ma shumë se sa 100 herë në ditë pendohena tek Zoti. Mundi me paramendu për cilat gjunahe ka mujt me kërku falje pejgamberi alayhis salam. Që e ka shikuar një të verbër pak mrëlt, e që i verbri nuk ja pa çehrën e tij, po ja pa Zoti, edhe e çortoi për ta. Ose njëherë Aisha kur dyshikun e tij ja bën dyfish, edhe i ka lënë nata pa fal namaz nate. Shkaku i lodhjes së madhe që ka pat, për çfarë ka istighfar? Ka istighfar se ka thonë nuk po moj me adhuru Allahun ashtu siç e meriton. Por çto ka istighfar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E çysh jet puna neve të ngratë. Që gjunahet tona janë shumë të mëdha, mirë po istighfari jonë është shumë i vogël. Madje është një dietar e thot një shprehje shumë të mirë, thot edhe istighfari jonë ka nevojë për istighfar. Edhe vetë kërkim falja jonë që ja bojna Zotit është e mangët. Ka nevojë me thonë, o Allah na fal, se nuk për të kërkuar na falje ç'është dohet. Hadithi 15 që e përmend Imami është një hadith mjaft interesant. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Lillahi afrahu bi tawbi 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fulah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose transmetimi tjetër dytë na i përmend Imami në librin e tij. Tash pejgamberi sa po don me i thon sahabëve që pendoheni. Nga se me çet pendim, jo nëse kur gjë nuk bëni, e gëzoni Allahun e madhëruar. Pendimi është vepër me të cilën Allahu gëzohet, çush i takon madhërisë së tij, me pendimin e robit të tij. Tash pejgamberi sa si zakonisht, fjalët e tij nuk i ka lënë fjalë boshe, mirë po ja ka marrë shembull praktik sahabëve që ata me kuptu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu më tepër gëzohet kur pendohet robi i tij, se sa kush, se sa thënë ndonjëri pe juve, nëse kishit me qenë shkretir, edhe e ka devën të ngarkuar me ujë dhe me ushqim. Edhe shkon shkretir dhe i ik devja. I ik devja në shkretir është sikur me ra prej anijës në deti. E njëjtë është. Nashta vdekja në deti është shumë më mëshirshme se sa vdekja në shkretin. Tash thot pejgamberi sa sikur ndonjëri pi juve me pa devën, me ujë dhe me ushqim. Edhe thot i ik devja, i hub,
E ky e lyp, edhe shet që nuk po mund e gjen. Edhe çka bën? Thot shkon, shtrihet, edhe i hub shpresat. Dërzohet më. I ka lyp të ditën. Edhe shtrihet edhe i mbyll syt, edhe i vjen koha ky veç e pret kur po vjen vdekja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e duke qenë në atë gjendje, kur i hap syt e tij, e sheh i ka ardhur devja te koka. Edhe pe i frikës se po i kapet, qohet shpejt edhe kapër litaren e saj. Edhe nga gëzimi i madh, min shiddatil farah, pe gëzimit madh, thot Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Pe gëzimit madh thot, o Allah, ti je robi jam e unë jam Zoti. Ja ndroi vendet. Pe gëzimit madh, a mundi me parandu çfarë gëzimi i madh e përjeton njeriu në këtë gjendje. Pe gëzimit madh thot pejgamberi ka bën, vend që me thonë, o Allah, ti je Zoti jam, unë jam robi yt. Tha, o Allah, ti je robi jam, e unë jam Zoti yt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gëzohet kur pendohet robi i tij më shumë se sa çka njeri. Pash Allahun, për çka ka nevojë mu gëzo Zoti kur pendohet një njeri? Çka ndikon këtë Zoti? Ka në transmetim në hadith kutsi se Allahu i lartësuar ka thënë: "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum", sigur se i pari juve, i fundit i juve, prej njerëzve dhe prej gjinëve, kishin me kanë si njeriu më i devotshëm në mesin e juve. Do të thonë krejt njerëz dhe gjin, me kanë sikur njeriu më i devotshëm, ma zada dhalika fi mulki shay'a, në pushtetin tim sa nuk shton. Kur gjë hiç nuk shton. Edhe sikur se i pari juve, i fundi juve, pe njerëzve të juve dhe pe gjinëve të juve, kishin me kanë si njeriu më i prisht në mesin e juve. Ma naqasa dhalika mimma indi shay'a. Te unë të çakam sa nuk hup. Nuk ndikon kur gjë. Amo apet në çdo gjendje, Allahu gëzohet. Pse? Se po i pështon një rob zjamit të xhenemit. Po i pështon një rob zjamit të xhenemit. Fatkeqësisht na kur e shohim që devijon një rob, gëzohemi. Gëzohemi kur e shohim që ka deviju dikush prej neve. Mirë po pejgamberi alayhis salam thotë Allahu aq shumë don kur pendohet robi sa që gëzohet më shumë se sa ky njeri në këtë rast. Andaj edhe Allahu thotë në një ajet në surën Nisa, wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allahu fort don që ju mu pendu. Allahu është ai që don që ju të pendoheni. Allahu nuk don me ju dënu. Hadithin e 16 thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahari. Allahu e shtrin dorën e tij natën. Për çka? Që të pendohet ai që ka bërë gjëna ditën. Dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet ai që ka bërë gjëna natën. Thot pejgamberi alayhis salam, i till jetë kështu derisa të lind dielli nga perëndimi. Pra, të nderuar vllazën, shikoj çfarë mësimi të mirë na jep hadithi. Ti mundesh me bëj gjëna edhe unë. Ama nëse e ke bë ditën, nuk bën me të zonë dita tjetër ti në çat gjendje. Se pejgamberi sa më thot, Allahu e shtin dorën e tij ditën që me u pendu kush ai që ka bë gjëna natën. Do të thonë shumë normale me bë gjëna. Mirë po është e papranueshme me vazhdu ti çat gjendje, me undru dita, me undru nata, me ardhë një natë tjetër, me ardhë muje tjetër e viti tjetër, pa pendim. Mirë po sa herë që të bën gjëna, mos e le hiç me ardhë dita vetëse pa u pendu. Pse? Se e ki Zotin duar shtrirë. Na nuk e kemi mendimin për Zotin, çysh e kanë pat jahudit. Thot Allahu për ta, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Dhe than jahudit, dora e Allahut është e shtrënguar. Gullet e i dihim, ju thafshin durët e tyre. Se Allahu nuk i ka durët e shtrëngume. Thot pejgamberi sa dora Allahut është e shtrime, po a ka kush që pendohet. Dora Allahut është e shtrime, sikur se në hadith tjetër, po a ka kush çka kërkon. Andaj besimtari i thojnë është munib, kthehet tek Zoti shumë. Kjo munib është një grad më e lartë se sa pendimi. Thot Allahu për Ibrahimin, inna Ibrahima la halimun awahun munib.
me të vërtetë Ibrahimi ka qenë i butë, shumë i dhemshur edhe i kthyeshëm. Munib i bjen kur të bëj gjunahun, mu pendu, a mu mos me lanë me qaq. Me shtu naj pun të mirë që aje me ta fshi gjunahun. Sikur që thot pejgamberi alayhis salam, ittaqillaha haythu ma kunt, tutja Allahut, friksoj Allahut kudo që të jesh. Edhe tjetra, wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kur të bësh një të keqe, masaj bëne më një herë një të mirë. Pse kjo? Tamhuha, ka me ta fshi gjunahun. Puna mirë e fshin gjunahun e mëparshëm. Andaj, kjo na kujton edhe imami, i cili në hadithin e 17 thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, fataba Allahu alaihi." Ai që pendohet para se me lind dielli prej perëndimit, kam ia fal Allahu. Janë disa kohë të ndërruar vllazën kur plotësohen këto kushtet e tëubës, 3 ose 4. Ama mundet me qëllu në 2 kohë që nuk pranohet pendimi. Koha e parë që na përmend pejgamberi alayhis salam ka të bëjë me gjendjen e përgjithshme të njerëzve, e që është dita e Kiametit. Thot pejgamberi alayhis salam, nuk pranohet pendimi në momentin kur dielli lind prej perëndimit. Kjo ndodh vetëm ata njerëz që e pritin ditën e Kiametit. Mirë po, neve po na intereson një herë kjo pjesa para. Po thot, kush pendohet para se marrë që kjo që po e thonë në me lind dielli prej perëndimit, taballahu alaihi. Sigurt Allahu ja fal. Ai që ka plotësuar këto kushte, sigurt Allahu ja fal. Edhe subhanallah, a ka gjunah më të madh se sa kufri, mohimi, me mohu Zotin, shirku. Ama shiko Allahu çka i thotë edhe që ty në njerëzve. Thot Allahu në Kur'an, kulli alladhina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Thuaja Muhammed atyre që kanë bërë kufër, kanë mohu, nëse pendohen, krejt e kaluar atyre i falet. Subhanallah, një jetë e ka jetu me shirk, një jetë e ka mohu Zotin, një jetë ai e ka nënçmu Zotin, ka fol për të keq, ama nëse pendohet, Allahu është kerim. Thot, një jetë unë ja fali. Yantahu, nëse ata i dhojnë fund, yughfar lahum, krejt e kaluar atyre i falet. E kjo është rahmeti i madh i Zotit. Do të thonë, në kohën kur lind dielli prej perëndimit, nuk pranohet teubeja. Për mos me qëllu teubeja në rastin e dytë, imami në hadithin e 18 na bën këtë rastin tjetër. Thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha azza wa jall yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yughargir. Allahu e pranon pendimin e robit përderisa nuk i vije shpirti në gargaren e fytit. Kur njeriu vdes, momentet e para kur fillon me dal shpirti, sigurisht edhe në shpirti fillon me dal nga këmbët edhe mbledhet për të lartë. Kur vjen shpirti në gropëzën e fytit, në gargaren e fytit, vlon. Edhe zakonisht ata njerëz që kanë qëllu afër dikujna kur ka dhënë shpirt, e nin atë gërhamzën e fundit të njerit. Nga se fillon shpirti edhe të bëhet në fyt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në çet moment teubeja nuk pranohet. Në çet moment për çat njeri mshiret dera teubes. Pse kjo? Se nuk është teube e shoqëruar me kapitullin e parë atje të sinqeritetit. Kjo teube po është teube zorit. Kjo teube i përngjason teubes së Firaunit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin sahih, thot ka thënë Xhibrili, ja Muhammed, law ra'aytani, o Muhammed, tu më kishe pa mu çat ditë që është fundos Faraoni. Çfarë kanë të bëjë Xhibril? Thot të marrsha ujin edhe baltën edhe ja gjujsha në gojën e Faraonit. Prej frikës se mos po pendohet, e po e falë Allah. Këshire, kush e nje Allahun ma mirë se sa Xhibrili? Meleku ma i afërt i tij. Tu e ditë rahmetin e madh të Zotit që e paska. është tutë se këtë tash janë nisë dhe fol. Edhe thazat në po i besoj Zotit që i kanë besu Beno Israel. Këtë tash janë nisë se kërkon falje.
të e njoftë rahmetin e madh të Allahut, u shku dhe i ka gju ujë dhe bal në gojën e tij, mos të fol fjalë të mira se mos pe fal Allahu. E ky nuk e meriton me fal. Subhanallah, kjo tregon rahmetin e madh të Zotit në anën tjetër, po tregon se edhe njeriu kur i vjen shpirti në fyt, nuk i pranohet më pendimi. Zatën ai është moment që krejt njerëzit pendohen. Kur i vjen shpirti në fyt, krejt njerëzit qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ai thotë o Zot, kthem edhe një herë. Kthem edhe një herë të bëj një punë të mirë, çam kamet për pa bë. Mirë po Allah e fal atë pendim që ndodh sinqerisht për hatër të tij. Madje Hasan el-Basri ka një thënie të mirë për këtë pikë, thotë mendoj se Allahu nuk ka më dënuar njeri që ka inspiru për falje. Nga se është shumë e pa logjikshme me kërku falje, Zoti po të inspiron për istighfar edhe mos më të fal. Tek Allahu të ka inspiru për falje, për me kërku falje, Allah është edhe ai që e pranon atë. Andaj themi se pendimi është në 3 shkallë. I kanë përmend dietarët, fillimisht kanë thënë është pendimi që Allahu e inspiron robën e tij për mu pendu. Allahu është ai që e inspiron robën e tij për pendim. Thot Zoti në Kur'an, thumma taba alejhim liyatubu. Allahu një herë i fali njerëz, tani i shtyri ata me kërku falje. Pra, njeriu nuk mundet me kërku falje për pa ja mundsu Zotin një gjatë tillë. Nuk ja mundson Zoti gjithkujt me thon astaghfirullah. Nuk ja mundson Allahu gjithkujt me kërku falje. Pendimi i parë është Allah është ai që të inspiron ty me kërku falje. Pendimi i dytë ose shkalla e dytë e pendimit është tash njeriu i kërkon falje Zotit. Tash kjo është shkalla e dytë. Edhe shkalla e tretë është Allahu ai që pranon pendimin. Andaj thot Allahu në Kur'an, wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at. Ai është Allahu që pranon pendimin e robëve të tij dhe ja fshihen krejt të këqijat. Edhe subhanallah, e ka lënë Allahu derën çel të pendimit deri në ditën e Kiametit. Edhe kjo derë vlen vetëm mes njeriu edhe Zotit. Vetëm mes robit edhe krijuesit të tij. Mundesh mu pendu në çdo kohë. Mundesh mu pendu në çdo rrethon jashtë këtyre dyja që i përmendëm. Edhe nëse i plotson kushtet, pendimi është i pranuar. Kjo tregon rahmetin e madh të Allahut. Kjo tregon se pendimi jo nuk lidhet as me hoxhën, as me haxhin. Madje gjunat është mirë me imshef dhe mos me të ditë as kush tjetër përveç teje. Pse? Se njerëzit as nuk të falin edhe nuk t'i harrojnë. Allahu fal edhe nuk t'i përmend. Allahu fal edhe nuk t'i përmend. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i thirrë njerëzit në din edhe i dini vështirësi që i ka pas, thuhet se mas betejës së Uhudit është demoralizu keq ose është dëshpëru keq prej 3 persona. Ka qenë 3 njerëz që pejgamberi alayhis salam i ka thonë juve kur Allahu s'ka më ju fal. Se e kanë lodh. Ata kanë qenë Safwan ibn Umayya, Suhejl ibn Hisham, ibn Amr edhe Harith ibn Hisham. Këtyne 3-ve pejgamberi alayhis salam po i thotë juve s'ka më ju fal Zoti kur çka jeni të bë. Për shkak se kanë qenë armiqt për betuar pejgamberit alayhis salam. Po sa kryen pejgamberi sa këtë fjalë, i vjen Xhibrili me Kur'an. Edhe i thot leisa laka min al-amri shay'un. Ti nuk ke në dorë kur gjë hiç. Ai fal Zoti apo si fal. Falën e robëve të mi nuk ta akumulon as ty në dorë Muhammed. Leisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alehim aw yu'adhibuhum. Ti s'ke në dorë ai fali ai dënoj. Nuk është punë jote. Subhanallah. Pse kjo? Për me na kallzu që falja është cilësi vetëm e Allahut të lartësuar. E njeriu kur do që pendohet tek Zoti, sikurse pejgamberi sa na sjell në shembull për Benu Israilëve, thot ka qenë një njeri që ka adhuruar Allahun 20 vjet. Thot mas andaj devijon shmangër për rrugës së drejtë edhe jet 20 vjet të tjera në devijim. Derisa dikur pas të 40-tave e sheh veten në pasqyre edhe i sheh që ka filluar me u zbardh. Edhe prej zemrës së tij del një pendim i sinqert. Edhe thot, o Zot, nëse unë e kthena
tash mas 20 vjetë, a thu, a më kishe pranon. Nëse tash mas 20 vjetë kthena, a më pranon, thot pejgamberi sa, i është thënë atij, i ka thënë një melek, ahbabtana fa ahbabnak. Ti na deshën një kohë neve, edhe na të deshtëm ty. Wa taraktana fa taraknak. Dikur na le, po edhe na të lam ty. Walau in raji'ta ilayna qabilnak. Tash mas 20 vjetë, nëse ke vendosur më kthy te na, apet pranojmë. Apet të pranojmë. Pasi kjo është rahmeti edhe mëshira e Allahut. Allahu inshallah na mëson një tëube të sinqertë, me cilën na i fshin gjunahet tona, me një tëube që na përmirëson gjendjen tonë, edhe një tëube që na ngrit derexhet tona. Hadithi radhës ka të bëjë me 3 të penduar, që pejgamberi alayhis salam nuk i ka fol atyre për 50 ditë. Ata kanë qenë njerëz që janë pendu për një gjunahet, po pejgamberi alayhis salam nuk po i flet atyre për 50 ditë. E për me ditë se pse si ka fol pejgamberi alayhis salam dhe çka ka ndodhur me ta, kismet e shikojmë në takimin e ardhshëm. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.